Vëllezër, Allahu te bareke ve teala I ka nderuar besimtarët me mirësinë më të madhe, e cila është mirësia e imanit, mirësia e besimit, përmes së cilës ata afrohen tek Zoti Dhul Xhelal përmes veprave të mira dhe I arrin shpërblimet dhe bekimet e tij në dynjë dhe në ahiret. Po kështu është edhe me mirësinë e agjerimit, këtë muaj të cilin e agjeruar dhe për të cilin shpresojmë shumë te Allahu Dhul Xhelal, që ta ketë pranuar prej nesh, që ta ketë falur besimtarin robin e tij mëkatar prej mëkateve, prej mangësive dhe ta ketë ngritur drejt pjedestaleve të larta të devotshmërisë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadith tha, sa xherusi ka dy besime, njërin e ka kur bën iftar dhe tjetrin kur e takon Zotin e tij. Atër që e kemi shijuar në iftar, besimtari e ka lënë ditën e tij në adhurim dhe vjen ai çasti që sinjalizon përfundimin e asaj dite, e ndjen në veten e tij atë kënaqësinë dhe lumturinë e imanit. Kurse e dyta është në ditën e llogarisë, atë ditë që nuk ka për ta marrë kurkush shpërblimin vetëm se ata të cilët kanë qenë të sinqertë në Allahun, vetëm që veprat e tyre I kanë bërë për hir të Allahut Dhul Xhelal, dhe I kanë qenë të sinqerta për hir të Zotit dhe I kanë bërë ato për hir të Zotit në atë ditë kur nuk shpërblen kush tjetër për Zotin Dhul Xhelal. E Allahu madhëshëm atë ditë, vëllezër, ka lënë për besimtarët një surprizë që për vlerën e agjerimit po dhe të veprave tjera të mëdha, siç janë namazi, kështu më radh, nuk I ka treguar çmimin e tyre, vetëm e ka treguar vlerën, kurse për çmimin e ka dhënë në ditën kur begatohen besimtarët me shpërblimet e Allahut Dhul Xhelal, që do të jetë xheneti për cilën të ka thonë Zoti I Madhëshëm, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Nuk din shpirt me përkufizu se çka është fshehur atyne prej mirësive të Allahut Dhul Xhelal. Atë që syri kur se ka pa, veshi kur se ka dëgjuar, as që ka mund me paramendu zemra e njeriut. Por kjo është shpërblimi I Allahut Dhul Xhelal për besimtarët në ditën e llogarisë. Prandaj vëllezër, ne përqejmë besimtarë të devotshëm, përqejmë njerëz të sinqertë, përqejmë njerëz të cilët I dënë Zoti Dhul Xhelal, duhet të vazhdojmë këtë rrugtimin tonë te Allahu Dhul Xhelal dhe të jemi të mirë edhe me njerëzit, të jemi bamirës, të jemi fisnik, të jemi bujar, të jemi falës, të jemi të dashur, të jemi të afër në mënyrë që t'i bashkojmë dy anët e imanit. Pra njërën anë që është haku I Zotit Dhul Xhelal, bindja dhe devotshmëria ndaj Tij, edhe e dyta që është respekti dhe mirësia ndaj të tjerëve, që kanë qenë virtytet e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe për të cilat na ka porositur për to. Prandaj vëllezër, ne e lutem Zotin te bareke ve teala me emrat e Tij të përkryer, me cilësitë e Tij të lavdishme, që ta ketë pranuar prej nesh agjerimin tonë, veprat tona të mira. Na mësoj Zoti Dhul Xhelal që ta kemi arritur falën dhe mëshirën e Tij. E lutem Zotin Dhul Xhelal që na bëj të mirë pas këtij muaji, na bëj të devotshëm dhe që të jemi prej atyre të cilët rrinë ndaj Zotit Dhul Xhelal duke qenë bujar, duke qenë të devotshëm dhe duke qenë në vazhdimsi ose kontinuitet të punëve të mira. E lutem Zotin Dhul Xhelal që na fal ne, I fal prindërit tanë, të gjallët dhe të vdekrit për besimtarët. Wa aqulu qawli hadha wa